E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi tani me mua Tirona Lilin, si gjithmonë në kanalin Monitor TV, për të ndarë me ju një moment shumë emocional, një moment që në fakt mua më ka dridhur dhe e kisha me patjetër që ta komentoja dhe ta sjell pranë jush. Ju e dini shumë bukur që unë gjithmonë kam mbështetur banorët të cilët kanë qenë të zëshëm, banorët që kanë dhënë për publikun, banorët që kanë bërë maksimumin që nëpërmjet energjisë së tyre, pozitivitetit të tyre, buzëqeshjes së tyre, dashurisë së tyre të kënaqin publikun. Dhe pikërisht ajo që mua më ka emocionuar në këtë video që unë po komentoj është shpirti i një nëne fisnike si gazetarja e nderuar dhe shumë e respektuar Ermira Çausholli, e cila në momentin kur televizioni Top Channel dhe produksioni Big Brother vendosën që banorëve brenda shtëpisë së Big Brotherit t'ju ofrojnë një komoditet, t'ju ofrojnë një akomodim pak më të gjerë se sa ato ishin mësuar në përditshmërinë e tyre, në një darkë të organizuar, nëse kthehemi pak në retrospektiv, pikërisht në Big Brotherin të edicionin që kaloi, brenda asaj shtëpie, televizioni Top Channel kishte përzgjedhur disa gazetarë të nderuar dhe të respektuar që do të vizitonin finalistët dhe gjysmë finalistët e shtëpisë. Ajo e cila ju afrua pak më shumë gjestit, qëndroi me gjestin dhe bisedoi me gjestin sikur një nën që bisedon me të birin e saj, ishte gazetarja e nderuar Ermira Çausholli. Ermira, me qëndrimin e saj brenda në shtëpi, e pyeste gjestin se ku e merr energjinë. I thonte gjesti që a e din sa i mirë je ti, a e din se çfarë shpirti ke ti, a e din se sa pozitiv je ti. Në një farë mënyrë i thonte a din se sa të duam ne ty. Gjesti normalisht që nuk e dinte sepse nuk kishte iden se çfarë po ndodhen me të jashtë dhe nuk e kuptonte fjalën e zonjës të nderuar Ermira Çaushollit, por në momentin që gjesti doli, besoj që fjalët të cilat i kanë ardhur menjëherë në kokë kanë qenë pikërisht fjalët e zonjës Ermir, e cila në një farë mënyrë ja tha që ti je më i preferuari dhe më i pëlqyeri jashtë. Dhe situata e ndodhur në familjen Kelmendi, ku fatkeqësisht lumturia zgjati shumë pak, besoj që e ka detyruar shpirtërisht dhe emocionalisht, sepse siç e kemi vuajtur të gjithë, siç e përjetuam të gjithë dhe vazhdojmë ta përjetojmë atë dhimbje, mendoj që në të njëjtën formë ka përjetuar dhe Ermira, duke qenë nën vet dhe dije se çdo me thënie ka fëmija, të paktën ne që jemi prindër. Në Instagramin e saj është ndar një moment shumë interesant. Në Instagramin e saj është ndar një moment që zonja Ermir ka ndar një story ku shkruhet: kur dy njerëz me shpirt të mirë janë bashk, çdo gjë është e bukur. Ky story ka ardhur tak nga Ada, një vajzë e cila është fanse, siç duket, e gjestit, por njëkohësisht edhe fanse e zonjës Ermira Çausholli. Dhe këtë story zonja Ermira e ka ndarë në faqen e saj, e ka publikuar në faqen e saj dhe në një farë mënyre shpirtërore, në një farë mënyre emocionale, tregon publikisht formën se si e mbështet gjestin, se si qëndron pranë gjestit dhe se sa është zonja Ermir e prekshme dhe emotive. Dhe kjo story e ndarë në Instagram po bën xhiron e rjetit duke falenderuar fansat Ermira Çaushollin për këtë veprim të bukur që bëri, sepse ne njerëzive mund t'ju heqim dhimbjen në një farë mënyre për disa minuta, për disa orë, vetëm duke ju qëndruar pranë me dashuri, duke ju dhënë dashuri dhe duke ju treguar se pa marrë parasysh se sa të këqija na godasin në jetë edhe gjërat pakalueshme,
por ne duhet të jetojmë dhe jeta është ajo që na bën të jetojmë me kujtimet. Ne nuk do të jemi të përhershëm në këtë univers, do të jemi kalimtar, ashtu siç kanë qenë prindërit tanë, gjyshërit tanë, familjarët tanë, vëllezërit tanë, motrat tona, që fatkeqësisht nga jeta kanë përjetuar një ikje nga ky univers më të hershëm dhe normalisht lëndimi është më i madh, por me këtë veprim fansat kanë kuptuar që dashuria për gjestin ka qenë e vërtet asaj kohe, vazhdon të jetë e vërtet tani dhe do të vazhdoj të jetë e vërtet gjithmonë. Zonja Ermira ka nxjerr këtë në story dhe siç duket ndjet e bekuar që në një farë mënyre, në një takim shumë të vogël, i ka dhënë dashuri dhe i ka dhënë vëmendje gjestit. Unë dua të marr mendimin tuaj si ju duket ky veprim i zonjës të nderuar, zonja Ermira Çaushollit. Ju lutem shkruani në koment.